Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku. Sot pranë jush do të vi me një histori shumë të dhimbshme. Histori që unë e di që do t'ju përlot të gjithëve, do t'ju emocionon të gjithëve, dhe të gjithë do të pyesin veten se ku po shkon kjo botë. Sot nuk e kam historinë të shkruar, sepse unë dua ta ndaj me ju historinë me fjalë të mia. Bëhet fjalë për një vajzë e quajtur Marcela. Marcela e lindur dhe e rritur në Itali nga një nënë shqiptare dhe një babai italian. Nëna dhe babai janë njohur vite më herët, kanë ndërtuar emocione, kanë ndërtuar dashurinë e tyre dhe e kanë përjetuar atë dashuri dhe nga kjo dashuri kanë përfunduar në martesë. Nga martesa që kanë bërë, në jetë ka ardhur një vajzë dhe kanë vendosur që martesën e tyre ta finalizojnë vetëm me një vajzë. Në jetë ka ardhur Marcela, kështu e kanë quajtur vajzën, Marcela. Një vajzë e ëmbël e vogël, me shumë dashuri, shumë e butë, shumë pozitive, e cila ka qëndruar gjithmonë në krah të mamit edhe të babit. Normal, vitet kalojnë, fëmijët rriten, Marcela ka mbaruar shkollën fillore, 9 vjeçaren, është rritur, është bërë më e zonja e vetes dhe në shkollë të mesme Marcela ka njoftuar një djalë. Domethënë Marcelës nuk i ka munguar kur asgjë, edhe pse nëna e saj gjithmonë ka qenë në natyrë pak më e shpërdhikët, siç i themi ne në gjuhën popullore. Ka qenë pak më e zëshme, ka qenë pak më e lëvizshme. Por nuk ka patur kur ndalesë nga bashkëshorti i saj, sepse babai italian i Marcelës e ka mirë kuptuar bashkëshorten e tij. Sepse ai ka jetuar me edukatën që jeta duhet jetuar, jeta duhet kaluar bukur, nuk mund të mbash peng një njeriu të mbyllur në shtëpi. Në shkollë të mesme, si çdo vajzë adoleshente që takon dashurinë e parë të jetës së saj, Marcela ka takuar një djalë dhe pikërisht, domethënë rastësia e fatit, ky djalë ka qenë italian normalisht, në Itali Marcela nuk do takonte shqiptar, janë të rralla ato. Kanë filluar emocionet e para, bisedat e para, ato lulet e para në bark dhe kanë ndërtuar një lidhje të tyre shumë të bukur. Marcela dhe djali në fjalë. Një lidhje që ka zgjatur 2 vite, njohje edhe takime të fshehta. Më pas 2 vitesh, me shumë emocion, me shumë dashuri, domethënë dashuri tepër e madhe, dashuri që ne kemi lexuar nëpër pralla, nëpër libra, nëpër romane etj etj. Marcela ka vendosur që këtë dashurinë t'ia tregoj familjes, prindërve, që t'jetë korekte me prindërit, korekte me familjen. Domethënë, mos bën gjëra kundër tyre, kundër dëshirës së tyre, kundër pasionit të tyre, kundër mentalitetit të tyre. Marcela thot ishte ditë e mërkurthe atyron kur unë ka në shtëpi dhe ju tregoj prindërve të mi. Në fillim, babai tha pak u mërzit sepse isha e ëmbla e tij, isha bukuroshja e tij, isha më e dashura e tij, më e preferuara e tij. Dhe normal që nuk e priti mirë, por tha nëna, tha disi sikur u gëzua më shumë se babi. Prindërit ranë dakord dhe në ditët në vazhdim vendosin që të takojnë këtë çunin i cili kishte marrë zemrën e vajzës së tyre dhe të bisedojnë me të familiarizohen, të njihen, të ndërtojnë një diçka të bukur, domethënë kësaj gjëje t'i vënë një emër. Ndodhen takimi. Zonja në fjalë një zonjë shumë sharmante, nëna e Marcelës, e veshur me një veshje glamuroze, me një pamje shumë të bukur, dhe në këtë rast babai i Marcelës, një njeri i thjesht, modest, i qetë, por me shpirt fisnik. Zotria i lumtur që po bënte këtë bashkimin e dy shpirtrave, të dy zemrave. Dhe
Ditët sa po kalonin, nëna e Marcelës edhe burri i Marcelës lidheshin shumë me njëri tjetrin dhe nëna e Marcelës thonte, unë djalë nuk kam, Zoti ma solli këtë djalë. Do të thënë ja ka vënë epitetin çun vëndrit të saj. Ditët kanë kaluar. Festa, gëzime, momente të bukura, dashuri në familje, emocion të bukur e kanë shijuar pafund dhe janë kënaqur pafund nëna edhe në këtë rast familja në tërësi. Marcela, si çdo vajzë tjetër, duke besuar masovikisht tek nëna, tek burri, ka vazhduar lidhjen familjare, ka vazhduar shpirtërisht miqësinë. Dhe pas një viti, duke kaluar çdo moment, domethënë Marcela tregon që burri i saj bënte orë të tëra kur ishte në pyetje mërzia e mamit, ditëlindja e mamit, stresi i mamit gjatë ditës, ai do i qëndronte pranë, do i dhuronte dashuri etj etj. Dhe gjatë kohës kur zotëria në fjalë, domethënë çuni në fjalë, vendosën që të bëjnë dasëm të madhe, një dasëm që do bëhej në Itali më 15 korrik dhe një dasëm tjetër në muajin tetor që do bëhej në Shqipëri, do të thënë do realizoj dasma në Shqipëri. Vendosën që do bëjnë një dasëm të madhe dhe pikërisht atë ditë nëna e Marcelës i thot Marcelës, ky fustani në sëris do të më rinte më bukur mua në trup se sa ty. Imagjinoni, ky fustani do të më rinte më bukur mua në trup se sa ty, thot, vajzës të vetë. Dhe Marcela nuk e merr si gjë të mirëqen, më thënë kalon radhën, si më thënë. Bëhet dasma, një aheng i papar, me miq italian, miq shqiptar, ushqime tepër të mira, do më thënë një kosto goxha e kushtueshme për të bërë ky event edhe më i rëndësishëm. Dhe Marcela tani nga nata e dasmës celebrimi duhet të shkonte të jetonte tek bashkëshorti, tek burri i saj në këtë rast. Vendosi që të shkonte me shumë dashuri. Dita e parë ishte shumë e bukur, ambientimi në shtëpi, e gjithçka tjetër, ndërsa ditën e dytë do të vinte mamaja. Do të vinte mamaja tek vajza për darkë. Marcela ishte e kënaqur me shpirt sepse do shijonte disa momente të bukura me mamin, do argëtohej, do bënin qef, do jetonin momente dhe do lumturohej në këtë moment kaq të bukur. Dhe mami vjen e përshëndet, futet në shtëpi dhe Marcela thot ka mungesë të ca gjërave, do iki te shitoria ti marr tisin shtëpinë tate sepse je nëna ime, ndërsa Marcela priste t'i vinte dhe babai, por njëkohësisht edhe vjeria, do të thënë vjeri dhe vjera e saj. Në këtë rast italian. Dhe Marcela shkon të shitoria. Shkon të shitoria e lumtur si një zogës, kthehet në shtëpi që do festonin sonte, do kremtonin dhe momentin që e hapën derën, atë që sheh është një katrahure vërtet. Nëna dhe bashkëshorti i saj, të dy duke u puthur në buzë me njëri tjetrin. Marcela tronditet, nuk e pranon dot realitetin, në anën tjetër thoshte më vjen keq për babin, si do e përballoj babi këtë gjë, çfarë do t'i them? Dhe plasën derën ikën. Vrapon burri, nëna ndjet e tensionuar, çfarë ndodhi? I thot Marcelës që nuk e bëra me qëllim, ishte një provokim nga ana e tim shoqi dhe Marcela nuk ndalon ja tregon ati të gjitha. Dhe nëna dhe babai shkatrohen, por njëkohësisht dhe Marcela me burrin shkatrohen. Pas një jave Marcela arrihet të kuptojnë që kjo nëna kishte patur një periudhë të gjatë me burrin e saj. Me thënë, nëna e vet. Dhe pas 3 muajsh që nëna ka jetuar në një apartament social që ja kanë dhënë, Marcela takohet me Tjëma dhe Jëma ja tregon të gjithë të vërtetën, që do të thënë ka qenë e dashuruar në këtë djalë. Që në momentin kur ka parë, ka nisur ai zjarri. Dhe Marcela sot e kësaj dite jeton me dhimbje se si mundet nëna ta tradhëton kështu në jetë. Do me thënë të merin më të madh e përjetojti nga nëna dhe jo nga dikush tjetër. Dua të marr mendimin tuaj në koment si e komentoni ju këtë histori.